sa prej besimit atinve, prej gjithashtu e kanë një prep, qka ka të bëhe predhin ato, a ti vëllaj dashë musliman ti, që para një jave ki shku në malë dhe predhin fmive a ki pru shpet, apo ti që në duqan e ki pru me shi, apo aj që e ka qitë në pazar, apo aj që e ka blet fmive, apo dënë me ndëgju di shka, se qka thojnë ato për predhin, ka thonë predhin, ashtë një pish apo një pem, e cila ta ben në fakën pragintar, ta ban në fakën dhe ta ban vitin e lumëtën për gjithmon, ta për ata e gjekin këtë pret, qka të ngele pe ki predhit e ruj, parartije se ki predhi ashtë ja ban në fakën, ki ashtë ki tije nëse ki me pëmartu të martar, ki ashtë që këntone të stalipin tja bjen kismetin të dera, Allah i dashë musliman, me ti për bredh mu martu, pas e dikun mu martu. Po ki bredh atu, qka ka të bohe me botën e krishterve, a din se ki bredh pika ka atë, pa ata historiant në vërtetoj dhe në tregoj. Nëse e hap enciklopedin britaneze në vëllimin 30 faqja 284 qka thot, ka thonë sa i përket bredhit, ka thonë popujt e më parë, popujt e parë të cilët e kam pas si simbol të lumëturis këtë dunja, kanë qenë firaunët edhe kines edhe hebrejnë, kines dhe firaun, ferajna, janë konë parë të cilët bredhin e kam pas si shenjë, simboli të jetës së lumëtën këtë dunja, sa pas kalimit kohë, apo pasi që bota Evropës kaloj dhe u bon i dhujtar, sa kur u bon Evropian i dhujtar, u bon Evropian i dhujtar, sa filluan predhin me qmu ma shumë se sa e veritar, dhe i sa ata e dalëshin prej kejt peme dhe thoshin, se nëse predhi anë diqen e premtimit apo bestimit me një zonë, thoshin kështo, nëse predhi ashtë në një zonë ku bestohet datë lindja e Krishtit, datë lindja do me thonë, fillimisht të lindjes e tjelit, ka thonë, predhi ashtë shkak që e përzen shejtonin me hina shpit. Sa predhi ashtë shkak që e përzen shejtonin me hina shpit. Pastaj, këtë predh deri në shekullin 16, e kanë qujtën si pema e gjennetit në Gjermanin perëndimor. Dhe në shekullin 16, a qujtë si pema e Demit a.s. që thojnë që i kanë granë, apo që e kanë pas gjennet, por e kanë kremtu dhe e kanë festu, do me thonë, e kanë pas pesën e Ademit dhe Havat, e kanë qujtë pema e gjennetit. Pas shekulli 16, në Gjermanin perëndimore, e kanë dru emnin kjo pemë, dhe amen që mu përmërtu, pema e gjennetit, apo pema e lingjet, apo datë lingjet e Krishtit, që nëse ajo pem ashtë me një dhovë, apo nëse ajo pem vuat me një shtëpi, ajo pem ka me japru në bakën, dhe ka me dëbu apo me përdon shejtani. Këta nuk e pranun britanes deri në shekullin 19. Në shekullin 19 e pranun edhe këtë andër, apo edhe këtë prallë, edhe krishtet edhe e banën pjesë të kremtimit apo bestimit të datë lindjes e krishlindjes si pas atin. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kurani Kerim, innehum alfau abaahum dali, fa ndëgja për jo besimtar, ndëgja pralla dhe andra për së dit, sa pse këto prika i kanë bo, sa këto i kanë pru për shkak se i kanë gjithë baballat e atinve dalin, i kanë gjithë baballat e atinve të humbat, fa hum ala afarihim juhraun, që kanë bo disë tjetët, vetëm se ato e kanë përcil dhe e kanë gjithë hapat e atinve që i kanë qenë të lalet, edhe ato të cilët e kanë pasën, do me thonë rrugën e humbat, edhe i këto i kanë shku për ma. Vëllo, ashe vërtet që Isai a.s. këtë datë kalin, priftët e shekullit të 2 dhe shekullit të 3, tregoj dhe thoj, se kjo datë lindje të cilët, edhe 6 janar, edhe 25 vjetor, thot nuk ka të bëhe me klindjen e Isait a.s. Se si thamë dhe më parë, parasije se ki kalendar,
Thot nuk është i joni i cili na e kena përpilu, po ki kalendar, na e kanë pru qert edhe na, i kemi gjithë ashtu dhe na kena bestu, pa marë parasi se e festoj, me 25 vjetor, apo dhja mama, faktikisht, kjo ki kalendar, nuk simbolizon të të lindjen e Isait a.s. Gjithashtu, prej kremtime apo festime, që sot festohet, edhe ndoshta dhe ato mi pyt nuk e dit, ashtë me 31 janar, apo nata vitit ri, kja është një festim dhe një bajram, i ditin që e feston sot bota krishtere, edhe emiton këta bota islame, e cila e ka arru Allah subhanahu wa ta'ala.